Në qendër të fshatit të Mërtiraj, u zhvillua ceremonia përuruese e vendosjes së pllakadës me emrat e dëshmorëve të këtij fshati. Një ngjarje me vlerat veçanta historike, emocionale dhe njerëzore për të gjithë krahinën e Gorishtit. Në një atmosferë respekti dhe mirënjohjeje, banorë të fshatit, pasardhës të familjeve të dëshmorëve, të ftuar edhe figura të njohura të jetës kulturore dhe historike, u bën bashk për të nderuar 20 bijtë e Mërtirajt, të cilët dhanë jetën për lirinë e vendit. Emrat e tyre tashmë janë gdhëndur përgjithmonë në lapidarin e restauruar, si dëshmi e sakrificës dhe krenarisë së këtij komuniteti. Ky organizim i realizuar nga kryetari i shoqatës Zëri i Gorishtit, Ardit Zotaj, në kuadër të restaurimit të lapidarit dhe nismës simbolike, një pemë një jetë. Solli emocione të forta tek të gjithë të pranishmit. Çdo pemë mbjell në këtë aktivitet mbart simbolikën e jetës që vazhdon, të kujtesës që nuk shuhet dhe të respektit që brezat duhet të ruajnë për historinë e tyre. Mirë se keni ardhur këtu në fshatin Mërtiraj. Në radhë parë, unë si kryetari i shoqatës Zëri i Gorishtit jam munduar të merrem me stabilizimin e shesheve të kësaj krajine kaq të madhe që mbart historinë e vet. Ne sot në një ditë veçantë kemi ardhur për të vendosur pllakadën e 20 dëshmorëve, 4 nga ata janë të luftës 1920 dhe 16 janë të luftës 1943-44. Të pa harruar kujtimi i tyre, qofshin të përjetshëm. Ceremonia u pasurua me fjalë të ndjera dhe plotë domethënie nga të ftuarit e nderit. Profesor Bernard Zotaj, nënkryetari i organizatës së dëshmorëve të Shqipërisë, vlerësoi sakrificën e dëshmorëve të Mërtirajt dhe rëndësinë që ka ruajtja e kujtesës historike për brezat e rinj. Ngritja e këtij labitari sot jo vetëm ka lartësuar 20 dëshmorë të fshatit Mërtiraj, por njëkohësisht ka lartësuar tërë këto fshate të krahinës së Gorishtit. Ky është një nder dhe një respekt që kanë bërë trimat fshatin Mërtiraj për të rreshtuar një me një tërë emrat e dëshmorëve të fshatit Mërtiraj. Jam tepër i gëzuar dhe u përshëndes dhe në emër të kryesisë Këshillit Përgjithshëm të organizatës së dëshmorëve të Adeut, të Lançit dhe dëshmorëve të tjerë të Shqipërisë që interesoni dhe bëni punë shumë të mira. Gjaku, mundi dhe djerse këtyre burrave dhe luftëtarëve dhe grave që i kanë ndihmuar nënat e tyre nuk duhet na shkojë kot. Po kështu, Leila Gorishti, ish mësuese në këtë krahinë dhe dashamirëse e artit, kulturës dhe eventeve historike, ndau emocionet e saj për këtë aktivitet, që rikthen në vëmendje figurat që shkruan historinë me gjakun dhe përkushtimin e tyre. Pllakata që kemi vënë sot përpara nuk është thjesht një gur ose një plakat, po është një histori e tërë. Është gjaku që nuk falet, është gjaku që kërkoi shumë sakrificë për lirinë e këtij vendit. Është një memorie, është një kujtim për brezat që do vinë të dinë se çfarë historie ka ky vend. Kjo krahinë që është gjithë lavdi dhe gjithë bollok i madh. Në këtë ceremoni ishte e pranishme edhe gazetari Anila Ahmataj, një zë i njohur dhe i përkushtuar për çështjet historike, kulturore dhe identitare të krahinës së Gorishtit, e cila prej vitesh kontribuon në evidentimin dhe promovimin e vlerave të kësaj treve. Sinqerisht ndihem shumë emocionuar sot, sepse kur realizon diçka dhe çon atë drejt fundit, do të thotë që ke realizuar një ëndër ose disa ëndra të cilat kanë përfaqësuar familje të tëra. Po të vëmë re pas shpinës time te ky labidar, te kjo plakat që është tashmë inauguruar dhe është restauruar, madje nuk ka pasur fare ky labidar, një plakat të tillë, dhe këtu falenderoj Ardianin si një nga njerëzit i cili ka financuar këtë plakat për ta parë brezat në të ardhmen dhe për të lexuar emrat e këtyre dëshmorëve. Mes emocionesh, kujtimesh dhe respekti, secili prej të pranishmëve përcolli mesazhin se dëshmorët nuk janë thjesht emra të gdhëndur në gur, por themeli mbi të cilin u ngrit liria dhe dinjiteti i vendit tonë. Kjo ceremoni nuk ishte vetëm një inaugurim pllakade, por një rikthim i kujtesës kolektive, një akt nderimi për historinë dhe një premtim se sakrifica e dëshmorëve të Mërtirajt do të jetojë përherë në zemrat e brezave që vijnë.